Tani me thënë drejtën në emision nuk para çuditemi, por kjo është çudi e madhe, kjo që na ka ndodhur. Është e vërtet. Vepër unike. Kjo është një pulla e parë shqiptare e emetuar nga qeveria Ismail Qemalit. Pra, autori pullës është Lef Nosi. Ju sendi zdarë, mirë mëgjes, mirë se erdhe në studio. Mirë së gjithë. Dhe ju e keni zmadhu në Sëgjade. Dhe keni... E kanë bërë artizan të kuksit. E kanë bërë artizan të kuksit. Ata që bëshin qëllimat e kosën verit. Ata e kanë bërë. Po du t'jesh fiksim i gjallë, nuk kam mundësi. Po, që thëmë, ata e kanë bërë, po kanë bujtë shumë bëjë. A shumë e ngjashme, shumë besnike me originalin në detaje? E ke original me vete? Në original në bështë. Si të ka rënë në duar? Shke pulla e vogël të. Ua! Jo, për që ka e jashtë zakonshme. Koleg, ti e ke pas pasion e pullave, apo jo? Kemi pas. E të tregoj kolegë. Do ja tregosh kolegut sepse... është ke pulla. Wow. Nuk e di sa duket në kamera. Po, kam pas. Ku ke pas ti, më koleg? Kemi pas. Është kjo këtu? Që ishte rrallo, para 35 vjetësh. Ke pas ti pullën e parë? Po. Serinë e parë, kemi pas. Jo të parën fare, nga... Kjo emision është bënë 2.950.000 kopje. Dhe mund të kenë shumë shqiptarë dhe është shpërndarë në 4 kontinentet e botës. Ashtu, Po, ka një veçori që është afërsisht 3 milion kopje. Kështu që kolegë... Pra, dhe mund të kenë plot njerëz. E kam pas. Mbajnë mend që e kam pas. Ti ke dhe emisione parë, 2, 3... Gjitha emisionet, dëmën ti i ke gjithë pullat që janë... Për Skënderbeun. Të gjitha originale. Pra, ti nuk ke filatelist që ke gjdo lloj pullët. Ti e i fokusuar... Me matematika. Me matematikën. Me Skënderbeun, po me është dhe matematika tjera. Edhe në Terezë. Edhe në Terezë. Kur ka disë kjo histori? Unë kam që në moshën e rinis, koleksioni për pullat, atër ishëm në zanë dhe i koleksionojnë në për libra. I mbaj mëndë, edhe ne kena pas koleksionon. Atër fillonim kërësisht me sportin. Ishim gara me njëri tjetërin, kush ka ma shumë pulla për sportin. Olimpiada, gjëra. Olimpiada, për gjëra të... Në momentin që u fokusove, pse të Skënderbeu, do mënë? Pasaj, Skënderbeu është një figurë madhore. Pa dyshim. Nuk është e studiur mirë, në filateli është shumë pak e studiur, është libri i parë filateli për Skënderbeun. Si ka mundësi? Sepse kush marrë njëri me atë punë. Filatelia shqiptare, për 113 vjetë histori, ka vetëm 7 libra, nuk e di edhe. Filatelia? Nga 5 maj e 1913 dhe din 5 maj në 2025, thonë 113 vjetë që është kriju filatelia shqiptare, që ka dalë pulla e parë postare dhe sot, ka vetëm 7-8 libra. 5 libra të kësaj filatelie janë... Kena pas një nga filatelistët, jo më të famshëm Shqipëri, po më të famshëm dot, i quaj Lef Nosi. Po Lef Nosi... Ai që e ka bërë të punë. Ka qenë ministër i post, delegatë i qeverisë Ismail Qemali, një nga filatelistët më të mëdhej shqiptar, por ama koleksioni i tij, sigur thonë, një pjesë e koleksionit e ka dhurur një mikje e tij angleze dhe sot ka përpunuar në Muzeun e Londrës. Ashtu, po më mirë. Një pjesë tjetër e kanë pasazhet e tij dhe nuk dihet tani mirë. Ka qenë koleksionist i famshëm. Të rëndësishme unë e kam parë, ka qenë një sunduk i stërmadh, koleg. Dhe jo vetëm që ishin pullat, po ishte seria si dilte nga posta, me specimenin, me një gjë të madhe, pastaj me ca të vogla, dhe në gjitha ngjyrat. Nuk e di, një gjë të ra unë e kam në memorie, e kam parë dikur në vitit 88-89. E kuptoj. Dhe është vërtet diçka e zakonshme. E kanë shumicën e asaj që ka lënë e kanë trashëgimtarët e Nosit akoma. Po mirë, kjo që ka lënë shumë i mirë. Zoti Hysen, kur e shef këtë vepër që ju keni, normalisht nuk e fshet dot njeriu entuziazmin. Kam përshtypjen se ti je koleksionist, jo vetëm i pullave, por edhe i materialet tjera që kanë lidhje me Skënderbeun, libra... Unë vetëm me koleksionimin e librave të Skënderbeut dhe të pullave të Skënderbeut. Libra, domethënë, që janë shkruajtur për Skënderbeun. Unë jam autor i bibliografisë Gjergj Kastrioti në veprat e autorëve shqiptarë, që kam gjetur dhe zbuluar 510 vepra të autorëve shqiptarë që janë shkruar për Skënderbeun. 510 shqiptar. Shqiptar, vetëm shqiptar. Vetëm shqiptar. Dhe të shqiptarët ti ke llogaritë edhe Arbreshët? Jo, po edhe Arbreshët, po duke nisur me veprën e parë që ka pas sekretari i Skënderbeut, Dimitër Frangu, që në vitin 1466, gjatë vizitës tek Papa në Rom, ishte me të, dhe ishte edhe arktari i Skënderbeut.
Okej. Ishte rreth moshës 20 vjeçës dhe ai mante thesarin e Skënderbeut. Pra i vetmi person që ka njohur kur ishte gjallë Skënderbeu. E ku e ke gjeti këtë? Dimitër Frangu. E ka gjetë jo unë, po një patriot, Lek Previzi, nuk e di e keni dëgjuar. Po. Jeton në Bruksel. Ai thot në kërkimet e mia në bibliotekat e ndryshme në Itali, gjeta një libër të vjetër, thot. Në italishtën e vjetër dhe e ka përkthyr shqip. Ti ke variantin shqip apo variantin Unë kam italisht? variantin shqip. Ti ke variantin Lek shqip. Previzi është meritë e tij që na ka pru shqip atë libër. Po, pra. Në 2005 është bërë botimi i parë 300 kopje dhe me ndihmën time kam mik Lek Previzin, sepse Skënderbeu ne ka lidh, e kemi ribotuar përsëri tani veprën e Dimitër Frangut tani në 2024 përsëri një 1000 kopje. Ka botuar shtëpia botuese. Vepra e Dimitër Frangut, si nuk e kam lexuar, Është shumë pak e njohur. E pra, të kërkoj ndjes për këtë, është vepër historike apo vepër është thjesht sekretari që mban? Jo, është vepër historike, një lloj si Barleti dhe në shumë ngjarje dhe Ashtu, ë? betejë përkojnë një lloj me Barletin, vetëm që ky ka më detajuara betejat, shifrat e Sepse ka ushtarëve. qenë dëshmitar Qenë popular. Po. Po mirë, dhe Marin Barleti ka qenë... Vepër madhore, edhe Barleti. Po Barleti thot kështu në parathonjen e tij, thotë që unë nuk kam qenë bashkëluftari i Skënderbeut. Mirë, po se ishte prit, si do ishte bashkëluftari. Jo, po ishte moshë e re. E kuptoj, ka marrë pjesë në rrethimin e parë të Shkodrës. Po. E kuptoj mu, por rrethimin rrethimi i parë të Shkodrës e bën vitin 1474. Pra, Po jo. bako. Shumë vonë masi ka vdekë Skënderbeu dhe thot unë tregimet dhe historitë e Skënderbeut mi dha thot Pjetër Engjëll, Llaj Palengjellit, që ka qenë generali i Skënderbeut, thot. Shumicën e tregimit dhe historinë e Skënderbeut thot unë kam nga bashkëluftarët e Skënderbeut. Dhe një nga kryesorët është Pjetër Engjëll. Tani ti i ke 512 libra. Unë nuk i kam 512 libra, por në bibliografin time, që i kam zbuluar disa të reja, disa i ka biblioteka kombëtare në Kosovë, disa i ka biblioteka kombëtare këtu në Shqipëri, disa i ka në Kalabri, sa kam hulumtu unë vetëm si person, kam gjetë dhe i tani 510. Do më ti ke kolekcionu, do më në sendit, ti ke fut titujt e tyre në bibliografi, po vetë i ke lexuar 512, i ke arriti shumë. Pa mundur, sepse si kam gjitha. Pra, thjesht ka gjetur titull. Bibliografi ti e di, ke lisej shqiptar. Bibliografi dhe me thanë me gjithë emrin e librit, autorin, sa kopje doli, çmimi, sa faqe ka. Pra ke kolekcion, do më ke sketën e librit. Sketën e librit. Po pra, po që ka do më punë madhe. Kam një jetë me ato, që të dish. Dhe quj librin e jetës time atë. Atë ka dalë në nëndër Skënderbeu? Jo, Skënderbeu nuk më del në anër mu, sepse unë e shoh zhgandër. E kuptoj mua, veprat e tij janë reale, nuk janë legjenda. Jo, flas nga që je shumë i dhënë pas tyre. Je humor shumë gjërave dhe po ta them këtu në sy në emision, që Skënderbeu nuk ka qenë legjend. Është një person real që ka jetuar, që ka luftuar. Jo, ne këtë dim. Lutem se mos ta kthejmë në kështu. Jo. Ka qenë real, ka luftuar, ka jetuar, ka bën 25 betejë kundër turqëve dhe ka humbur vetëm një betejë, betejën e Beratit. Betejën e Beratit. I tradhuar nga Hamzai. Ju dhe unë i pari që unë jam një lloj si ju, si Keli që është shkrimtar, unë jam një shqiptar i thjeshtë, si gjithë edhe ky tjetri, si puna juaj që ku jam përpjek me vuj gur në këtë veprat e Skënderbeut dhe në histori. Vëm gjithë nga shumë gur dhe do bëjmë kala. Apo? Po, dakord. Unë dua kaq me komartë, ju tregu koleksionin tim për Skënderbeu. Është një koleksion shumë i vyer. A të është dashur të blesh në një pull? Patjetër, shumë pulla nuk i kam pas koleksion, jam detyruar me i ble edhe te koleksionistë tjerë, ka pas dhe dyqan me pulla për filatelin këtu te diku te afër postës shqiptare. Tek posta shqiptare ka një dyqan që merret vetëm me shitjen e pullave. Dhe unë të gjithë filatelistët aty orientoj shkojnë ti marrin se kanë çmimet normale. Ka pas seri të reja me Skënderbeun? Patjetër, ka pas në 2018 kanë dalë 2 seri të reja me Skënderbeun, i kam këtu origjinale. Tani, ti ke vetëm serit e pullave shqiptare, po dhe serit e pullave të huaja me Skënderbeu? Vetëm pullat postar shqiptare. Shqiptare. Po ka pas seri dhe të pullave të huaja me Skënderbeu? Ka pas rralla. E 2018-ës. Kjo është e 2018. Tani, kur ju e merrni emisionin, e merrni emision të plot? Një emision me pulla... Tani në ndje, se për filatelinë e shmorin vesh. Dhe je shkrimtar i mirë. Je dhe shkrimtar shumë i mirë. Edhe kolegu im është shumë doktor i mirë. Edhe e tjetëri. Unë po të themi diçka. Emision e pulla dalin zakonisht një herë në vit. Ato ka një komision shtetëror për 12 vetash në gjitha fushat e shkencës që i meritojnë, si në histori, në arkeologji, në florë, për biologjin, për kemi, gjitha landë janë një komision që... Ai komision mirë ato emisione që të dalin për vitin tjetër. Okej. Dhe zgjidhen zakonisht për vjetorët.
historik. Ishën djetor, jubilare. Ngjarjet historike, e kupton. Dhe më ju filatelistët jeni gjithë sy e vesh kur ndodhet kjo gjë. Ata e bën komisioni. Komisioni i miraton, posta shqiptare i emeton, ose i shtyp, ose i nxjerr i publikon. Pullat postare janë letra me vlerë ashtu si parat, janë simbolet e shtetit shqiptar. Një nga qëllimet e filatelisë dhe shoqatës ku bëjnë pjesë të autorëve në filateli, jam antar i shoqatës botërore, është mbrojtja e pullave nga falsifikimi. Pse falsifikojnë pullën? Pulla shqiptare e emisionit 3 është një pull që është shitur në ankam 35.000 euro, një pull aq e vogël. Një pull e vogël. Është shumë e kërkuar. Emisioni 3? Jo i Skënderbeut. Emisioni 3 i pull shqiptar, është një pull turke me një shqiponjë, nuk është në libër. Nuk është në libër. Po, dhe atë 35.000 euro. Në Shqipëri më duket e ka vetëm një koleksionist, një ndodhet Muzeun e Londrës, thonë ka pas mbreti Zog një në koleksionin dhe një mbreti Faruk i Egjipt. Shi. Ajo ka kur u me tu ka dalë vetëm 16 kopje. 16 kopje. Ajo po, dhe shumë e rrallë. Ka pas vlerë të madhe, sepse kjo ka qenë 200 darka për shembull, sa mund të ketë qenë? Jo, nuk ka pas vlerë të madhe, po problemi është që është shumë e rrallë. Jo, duke qenë 16 kopje janë zhdukur dhe kanë një ka pas Lefnosit. Ajo Lefnosit më di me sa di unë, s'është e saktë, ka përfunduar në Muzeun e Londrës. Me shumë gjasa. E kupton. Jo, e marr vesh. Domethënë ju jeni dhe gjurmus në një farë mënyrë. Edhe ndjekim historinë e pullave, ose historinë postare që. Unë nuk e kam kuptuar ndonjëherë këtë lloj pasioni, domethënë se njeriu, domethënë do të jetë sepse je gjurmus i një gjë shumë veçantë, domethënë. Si e merr informacionin? Pasioni për pullat është një lloj si çdo pasion tjetër, si pasioni për pikturën, për artin, për skulpturën. Filatelia është një shkencë që merret me studimin e pullave postare dhe zarfave të kulturë nga një shtet në tjetër. Pra është një shkencë e veçantë që pak njihet në Shqipëri, që Gjermania, Italia, Franca e kanë lënë mësimore në shkollat të vjeçare dhe të mesme. Filatelin? Po, tek artet kanë një lënë që japin mësim për filatelin. Pra është një shkencë që merret me studimin e pullave postare. Atë punë ku bën dhe unë me librin e Skënderbeut. Ku marr pullat postare dhe i kam studiuar nga 13 deri sot. Ky është një libër dhe në shqip dhe në anglisht. Po. Ku ju keni të publikuara të gjithë emisionet e pullave me Skënderbeu, të postës shqiptare, që është e nxjerrë në gjitha kohrat e qeverisë, pra që nga qeveria e Ismail Qemalit dhe pastaj gjithë qeverit me radhë. Në fakt, a ka pas për shembull filateli qeveria Princ Vidit? Ta shpjegoj. Libri i Skënderbeut në pulla shqiptare ndahet në 3 pjesë. Pjesa e parë fillon me 1 dhjetor 1913 me pullën e parë postare që është kjo, 200, dhe vazhdon deri në vitin 1944. 44. Pjesa e dytë është periudha e komunizmit nga 45 deri në 90. Që ka pulla me Skënderbeu. Ka shumë dhe i kanë thënë një emision e ketë hapur, shumë i bukur. I 500 vjetorit Skënderbeut. Po. Një emision shumë i bukur. Jashtëzakonisht i bukur. Pjesa e tretë fillon nga viti 91 dhe deri në vitin 2023. Që vazhdo libri, pjesë e kuhet demokracisë. Pra, ndahet në 3 periudha historike. Në të 3 periudat historike, kemë disa emetime për Skënderbeut. E kupton, po dush të shpjegoj emisionet më të rëndësishme që janë. Po, mi shpjegoj. Po të shpjegoj, e kemë dhe originalet aty po të dëni. Unë ato original vjedhe kam dhe si frikë në i prek. Pistola që t'i kemë. Kjo është emisioni i parë. Po. Me Skënderbeun i emetur me 200 darka, 500 darka, 10 emetur me 1 dhjetor 1913. Po. Emetoi qeveria e Ismail Qemalit me ministrët post telegraf Lefnosi. Tani pse kanë ndryshim në çmim? Thuhet, por nuk ka dokument shkencor që e vërteton, që autori i këtij emisioni ka shumë shanse dhe më kompon dhe një artikull që është Lefnos. Vet? Po, vet. Lefnosi ishte filatelist shumë i mirë. Kish punu dhe në periudhën e Perëndërisë Osmane me postat. Në administratën e postat. Dhe njefte shumë mirë filatelinë e Perëndërisë Osmane. Dhe ishte dizenjator vet? Jo dizenjator vet, ishte filatelist, unë nuk jam dizenjator. Ishte studius, koleksionon dhe studius. E kupton, Lefnos. Kjo portret e Skënderbeut, qeverisë Ismail Qemali e kishte porosit për një medaljon. Për një medaljon për si çmim. Por ama me qenë se ishte periudha shumë e ngushme, sa u kriju qeveria e parë. Këta vendosi, si duket Lefnosi, nuk ka dokument për këtë punë, që ta vendosin në pullë. Është bërë nga një medalist çek, që ka marrë disa medalje ari, dhe portreti i Skënderbeut është shumë i bukur, se paraqet pak a shumë tiparet e Skënderbeut, ja po e kemi të matur, punën në formë shkabe, mjekrën, sy. Kjo është një pikturë, ata kanë marrë për bazë një pikturë. Jo, ishte medaljon. Porosit medaljon nga qeveria e Ismail Qemalit, dhe u kthy në pullë.
E kupton? E kuptova. Sepse ishte nevojat e gutshme. Shumë është historia dhe kam shenuar këtu në libër, është shenuar. Dhe veçoria e saj ka dy veçori themelore ky emision. Sepse ky emision u emision në 2.950.000 kopje, u shtyp në Milanët Italis dhurat nga qeveria italiane për qeverinë e Ismail Qemalit. E kuptoj mu, dhe u bën me pull me standardet e kohës. Ja pulla origjinale poshtë. Edhe sot kjo pull është e bukur dhe i qëndron standardeve të kohës. Ja. Ashtu. Ja. Kjo pull pra është me dy ngjyra dhe i qëndron plotësisht standardet të kohës. Shishi. Edhe sot. Kjo është bë para 112 vjetëve. Pra ishte e para. E para, ja. Ja kjo. Kjo është. Janë 6 pulla. Pse kanë ndryshim këto kolegë në çmime? Pse dikush vlen 1 franga? Sepse ja e dëmë qeveria e Ismail Qemalit bën edhe një revolucion. I kthej nga monedha turke i kthej në monedha franceze. Pra bën një revolucion dhe në monedhat e këtyre. Jo, ndryshimi nga lira turke në franga dhe me qindargat varet nga postimi, nga madhësia e pakusit do të çoje. Letra janë më të lira, paku më të mëdha. E kuptoj. Prandaj ka edhe 1 franga, domethënë. Ky është i njëjti portret, por ka vlera monetare të ndryshme. Kjo quhet një emision. Ky është emisioni i parë. Shumë i rëndësishëm. Po patjetër. Sepse është në 3 milion kopje. Tjetër paraqet shumë prestigjioz heroin tonë kombëtar. Patjetër. Pra qeveria e Ismail Qemalit je i apasionuar pas Skënderbeut. Unë jam studiues i historisë postare. Të koleksiona kanë kërkuar të ta blejnë? Një minutë. Një emision shumë i rëndësishëm kur erdhi Princ Vidi, për ta nderuar Princ Vidin ç'a bën? Morën pullën e Skënderbeut dhe i ndun një vull nga sipër 7 mars 1914. I njëjti emision, por kjo pull e veturën 13 në humor dhe ja vun një vull me shtypje me druri sipër, ku i shënuan datën e ardhes Princ Vidi. Ja ku okay. A ka dokument historik më të bukur se kjo pull postare me vullën për ardhin e Princ Vidit në Shqipëri? Ja ku ke datën e ardhes për ta nderuar Princ Vidin. Dhe këto i ke origjinal. Kjo doli në formë pulle, pra shef. Janë ruajtur shumë mirë, nuk janë dëmtuar fare. Kjo doli si pull, nuk doli si pull, ishte shtyp në 3 milion kopje dhe posta kishte shumë. Dhe ç'a bën me një vull druri ja vun datën e ardhes Princ Vidit. Po pra, janë disa ekzemplare. Dhe quhet emisioni veçantë. Quhet emisioni veçantë. Quhet emisioni veçantë. Se u mbi shtyp. Jam i qartë. E kuptova. Pra është një dokument historik shumë i mirë. Shumë interesant. Shumë interesant. Domethënë, ti më tepër se sa ekskluzivitetin e emisionit, ti ke hallën vërtetimit të periudhës, të kohës, figurës Skënderbeut, domethënë. Ti nuk është se gjëmon ekskluzivitetin, po ti gjëmon figurën. Një emision tjetër i rëndësishëm është ky 1 prillit 1920. Ja ky. Po. Ne dim që qeveria e Ismail Qemalit Shkodër nuk e pati në jurisdiksion, sepse aty ishte në komandën franceze në Shkodër. Dhe komanda franceze, jo, tani, në 1920-ën, qeveria e Ismail Keshik kuptohet se ka dhënë ndërheqje që në 1914-ën. 14-ën, pra, ti po flet për rrethimin e Shkodrës. Po, nga 1914-ën deri në 20-ën, kryesisht është lufta e parë botërore. Në periudhën e luftës së parë botërore, posta shqiptare zakonisht nuk ka funksionuar. Pa mirë, pulla e Skënderbeut është përdorur për taksa dhe për emisione të ndryshme. Kjo që ishte, ishte përdorur. Tani ky emision doli në 1920-ën. E kupton mu, mas marimit luftës së parë botërore. Dhe doli nga komanda franceze. Okej. U shtyp në Francë. Ka një veçori ky emision, se është Shqiponia dy krenare, por dhe portreti i Skënderbeut mes. Shumë e vogël. Është veçori. A i ke aty në variant më të... Patjetër, ja ku kem. Që ka me të vërtet shumë interesant. Interesant. Se kisha pa ndonjëherë. Është e bukur, edhe si edhe bukur nga ana artistike. Po pra. Dhe këta e ka bërë qeveria franceze. Po, edhe porositin Francë, ja ky është që më i qartë. Na, ky është. Jaku është emisioni këtu dhe e ke portretin Skënderbeut në... Një është me buri i shtypur, një tjetër ka fjalën Besa. Është emision shumë interesant ndaj, sepse portreti është në qendër Shqiponjës. Është emision i vitit 1920. Hysen, nga leximet e tua për Skënderbeun, a ka ndonjë fakt që ndoshta s'është i njohur për publikun, do ishte shumë interesant. Domethënë, me siguri se jo të gjitha janë botuar, jo të gjitha. Kjo e Dimitër Frankut, për shumë mund tjetë... Skënderbeu është një, ju du të adini, e keni pas para cakosh dhe Mark Palnikën e kam mik, që ka studiu në Vatikan, Arkive Vatikan, dhe është përpjek ka gjithë libra edhe për Skënderbeun. Skënderbeu është një figurë kaq madhore, kaq e studiur, por dhe kaq e pa studiur. Sepse sa më shumë gërvon për Skënderbeun, aq më shumë dalin fakte të reja. Për shembull një gjë që ti e din. Për shembull faktet çka kanë dalë treja janë që
ja po ta them një diçka për autor shqiptar, me qenë se më erna, Petro Marko, një nga korifejt e letërsisë shqipe. Absolut. Ka bën një dramë shumë të mirë për Skënderbeun. Niku i Martin Gjinit, thot më thirrë Ramiz Alia, më tha, Petro, do na bësh një dramë për Skënderbeun. Bëna dramën, ja vura emrin Niku i Martin Gjinit dhe ja çova Ramiz Alis në zyrë. E kom te bibliografia. Dhe e pëlqej shumë. Dhe filloi thirrë aktorët më të mëdhenj shqiptar në infrashën e tjerë për ta vënë skenë. Po. Si duket, dikuj nga udhëheqësit e tjerë, masi e pa dramën, apologjia që kishte bën këy me fëmijën e udhëheqjes së kohës së komunizmit me kohën e Skënderbeut nuk u pëlqej. Dhe u botu në revistën nëndori të vitit 1973, drama, unë e kom gjetë atë revistë duke kërkuar, dhe e kom gjetë dhe dramën, dhe me njëherë u dha urdhë që lidhet revista të zhduket nga qarkullimi. Revista Nëntori. Po, e 1973-it. Po ta ketë, mund ta kenë dhe njerëz tjerë së që kam vetëm u. Edhe e më lodhën veprën dhe u zhduk drama e këtij Petro Marko. E një nga më të mëdha. Kjo që ka shumë. Dhe kjo nuk është botuar as i libër akoma. Dhe mbi gjitha teatri kombëtar duhet ta gjej, domethënë se një dramë e shkëlqyer, sa Ramizalia Petro Marko tani fal tutën. Në infrashin. Pas ka qenë fiks në kohën e grupit në kulturë dhe pas ka rreziku shumë. Edhe Ramizi vetë, nëse dha ti thon me i heru shkarku thot dhe kolegjumi i revistës Nëndori, po kom shënuar në bibliografi, me i heru shkarku nga detyra, edhe Petro Marko i hoqë drejt e votim. Me dramën për Skënderbeun, për heroin kombëtar. Ysen, unë të falenderoj shumë, do të kisha majt deri në fund të emisionit sepse je një thesar i vërtet, domethënë. Dhe kjo puna që bën ti është punë shumë e vyme. Unë nuk e di se sa ta vlerësojnë apo jo, por është me të vërtet një punë e jashtëzakonshme. Të lumt. Shumë faleminderit që edhe në studio. Po të ju falenderoj që më thirrët dhe besoj dhe ka hapësirë sa më dha. Po. Por jo. Heroi kombëtar, Eli, unë u them, jo për mua, se unë jam shumë i vogël, e kupton mua, jep një çik hapësirë më shumë. Ne, në emision? Jo në emision, po gjitha media shqiptare. Patjetër. Gjitha, nuk po flasë vetëm për privat, po dhe shtetëror. Duhet që herojnë tonë kombëtar dhe Nën Terezën, dy figurat madhore që kemë të kombit, të përfshin me shumë në emision. Turit Nera, faleminderit. Kisha edhe një pyetje të shkurtër në fund fare. Si të duket ideja që të bëhet një kull me figurën e Skënderbeut? Është bërë. Po pra, domethënë ideja e kullës që është në qendër Tiranës të pëlqen? Nuk pa akoma të marrur, po do ta shoh. E kupton mua. A të ngjason do pak? Ideja është e mirë, po duhet të ngjasoj Skënderbeut. Mirë. Ka si gjaga Skënderbeut. Duhet të ngjasoj. Ti prapë jemi në ABC këtu, jemi pro kullës. Të falenderoj. Si vjet editorialit, a dish, domethënë.